Dashi. Ditë e përshtatshme për të marrë me çështje të zemrës, pasi energjitë pozitive janë të pranishme. Në punë, përpiqu të përqendrohesh në detaje dhe mos lër asgjë për më vonë. Financat mund të kërkojnë një vëmendje shtesë, ndaj planifiko me kujdes shpenzimet. Ndryshimet e vogla sot mund të sjellin përfitime të mëdha në të ardhmen. Ndihesh emocionalisht i ngarkuar, por mos lejo që kjo të ndikojë në vendimet e tua të rëndësishme. Një mbrëmje e qetë në shtëpi do të ndihmojë të rifitosh energjinë e humbur gjatë ditës. Kujdesu për veten dhe mos harro rëndësinë e pushimit. Përpiqu të shmangësh debatet e kota me të tjerët për të ruajtur harmoninë. Demi. Energjitë e sotme do të ofrojnë mundësi të reja në aspektin profesional, por do të kërkojnë përkushtim dhe vëmendje. Në dashuri, është momenti për të dëgjuar më shumë partnerin dhe për të shmangur keqkuptimet. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzimet e panevojshme. Një qasje e matur do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, por gjeni kohë për reflektim dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë ose një seancë meditimi mund të sjellë qetësi mendore. Shmangni dramat e kota dhe fokusohuni te gjërat që ju sjellin kënaqësi. Kujdesuni për veten dhe mos lejoni që stresi i përditshëm të ndikojë në mirëqenien tuaj. Binjakët. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në punë, por mos u shqetëso. Mbani qetësinë dhe përqendrohuni në zgjidhjen e problemeve me kreativitet. Në aspektin sentimental, ka mundësi për të kaluar më shumë kohë cilësore me partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person i ri që do të hyjë në jetën e tyre. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kini kujdes me vendimet impulsive që mund të ndikojnë në buxhetin tuaj. Në aspektin emocional, përpiquni të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni me aktivitete që ju pëlqejnë. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në pastrimin e mendjes suaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Gaforia. Sot është një ditë e mirë për të rishikuar marrëdhëniet personale. Në dashuri, komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm, ndaj mos nguro të shprehësh ndjenjat. Në punë mund të ndihesh pak i lodhur, por përpjekjet e tua do të shihen dhe vlerësohen nga eprorët. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëhu më i organizuar. Gjendja emocionale mund të jetë pak e ndjeshme, prandaj merr kohë për veten dhe relaksohu. Praktiko aktivitetet që të sjellin qetësi dhe kënaqësi. Sot është dita për të menduar për të ardhmen dhe për të bërë plane që do të sjellin përfitime afatgjata. Kujdesu për shëndetin dhe mos harro rëndësinë e një gjumi të mirë. Luani. Dita e sotme do të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale, por me pak durim dhe komunikim të hapur, gjithçka do të zgjidhet. Në aspektin profesional mund të përballeni me detyra të reja që kërkojnë përqendrim të plotë. Financat mund të jenë pak të lëkundura, prandaj është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përpiquni të ruani një buxhet të qëndrueshëm. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqartë, kështu që gjeni kohë për relaksim dhe reflektim. Aktivitetet që ju bëjnë të ndiheni mirë do të ndihmojnë në rivendosjen e balancës. Këshillohet të kaloni më shumë kohë me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni të qetë dhe të mbështetur. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Virgjëresha. Dita e sotme sjell disa sfida në aspektin e punës, por mos u shqetëso. Qëndro i fokusuar dhe përpiqu të organizosh detyrat me kujdes. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Për ata që janë beqar, mund të ketë një takim interesant që do të zgjojë kuriozitetin tuaj. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndihesh pak i lodhur, kështu që mos nguro të marrësh pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit. Kujdesu për shëndetin dhe mos e tepër me ngarkesën e përditshme. Beshoria. Në këtë ditë të prillit, ndjenjat tuaja do të jenë në qendër të vëmendjes. Në dashuri, mund të përballeni me disa keqkuptime të vogla, por me pak durim gjithçka do të zgjidhet. Në punë, një detyrë e re mund të kërkojë përkushtim dhe kreativitet, prandaj mos hezitoni të tregoni aftësitë tuaja. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është dita e duhur për të rishikuar buxhetin. Nga ana emocionale, është e rëndësishme të gjeni kohë për veten dhe të ruani një ekuilibër të brendshëm. Një ecje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Dëgjoni intuitën tuaj dhe mos lejoni që streset e vogla të ndikojnë në humorin tuaj. Akripi. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale.
trego i durueshëm dhe dëgjo me kujdes atë që të tjerët kanë për të thënë. Në punë, fokusohu në detajet dhe mos nxitoni në vendimmarrje. Ky është momenti për të treguar aftësitë tuaja analitike. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Nëse keni planifikuar investime, është mirë të konsultoheni me një ekspert para se të merrni vendime të mëdha. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, kështu që përpiqu të gjesh kohë për relaksim dhe reflektim. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të të ndihmojë të gjesh qetësinë e brendshme. Kujdesuni për veten dhe mbani një qëndrim pozitiv. Shigjotari, energjitë e sotme ju nxisin të reflektoni mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të bërë një bisedë të sinqertë me partnerin. Nëse jeni beqar, është dita ideale për të dalë dhe për të njohur njerëz të rinj. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla dhe shmangni nxitimin. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë e luhatshme, prandaj merrni kohë për të relaksuar. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju bëjë mirë. Mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga miqtë ose familja nëse ndiheni të mbingarkuar. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo ditë është një mundësi e re. Britjabi. Sot mund të përballesh me disa sfida në punë, por qëndroje qetë dhe mos lejo që stresi të të ndikojë. Në marrëdhëniet personale, komunikimi do të jetë çelësi. Kushto vëmendje të veçantë partnerit/partneres, duke dëgjuar me kujdes dhe duke shprehur ndjenjat në mënyrë të sinqertë. Financat mund të kërkojnë një rishikim, prandaj bëj një plan të ri dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, por meditim ose një ecje në natyrë do të ndihmojnë në qetësimin e mendjes. Evito konflikte të panevojshme dhe fokusohu në gjërat pozitive që të rrethojnë. Kujdesu për shëndetin duke bërë ushtrime të lehta dhe duke u qenë shëndetshëm. Ujori. Sot do të ndiheni të motivuar për të bërë ndryshime në jetën tuaj personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat tuaja me ndershmëri dhe për të ndërtuar një lidhje më të fortë. Në punë, mund të hasni disa sfida, por përpjekjet tuaja do të shpërblehen në fund. Financat tuaja do të përmirësohen nëse menaxhoni me kujdes shpenzimet dhe investimet. Gjendja emocionale do të jetë paksa e paqëndrueshme, prandaj përpiquni të qëndroni të qetë dhe të meditoni për të gjetur balancën e brendshme. Sot është dita për të menduar për të ardhmen dhe për të bërë plane të reja. Mos harroni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni kur është e nevojshme. Peshi. Sot do të ndiheni më të motivuar për të zgjidhur çështje të mbetura pezull në punë. Është dita e duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të bërë përparime të rëndësishme. Në dashuri, mund të ketë disa keqkuptime të vogla me partnerin, por komunikimi i hapur do të ndihmojë për t'i kapërcyer ato. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni 2 herë para se të investoni. Në aspektin emocional, mund të ndiheni paksa të lodhur, prandaj merrni kohë për t'u relaksuar dhe për të rimbushur energjitë. Kujdesuni për veten dhe mos e lini stresin të ndikojë në gjendjen tuaj shpirtërore. Një shëtitje në natyrë do të ishte e dobishme për të rifituar ekuilibrin tuaj.